Lista e 34 vjetorit të Partisë Socialiste, kush ishin të ftuarit që nuk pranuan ftesën e Edi Ramës. Partia Socialiste festoi një javë me vonesë 34 vjetorin e krijimit të saj për shkak të mungesës së kryetarit të saj, Edi Rama, i cili ndodhej në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku mori pjesë në dasmën e djalit të George Soros Alex. Mes shumë personazheve të Partisë Socialiste të vjetër e të rinj, nga Gramos Ruçi dhe deri tek Sara Mila, kandidatja më e votuar në zgjedhjet e fundit në fest, u vure mungesa e Pandeli Majkos, ish kryeministri nuk do të jetë më në parlamentin e ri që nis në shtator, pasi nuk arriti të merrte votat e duhura në listën e hapur për të siguruar mandatin. Në fest nuk ishin të pranishëm edhe Tauland Balla, Fatmir Xhafaj dhe Toni Gogu. Por ndërsa mungesës së Majkos nuk i dihet arsyeja, 3 deputetët janë të justifikuar pasi i kanë qenë në Strasburg, ku morën pjesë në Komitetin e Stabilizim Asocimit BE Shqipëri. Edhe ata që nuk janë të pranishëm janë pjesë e pandashme kësaj familje të madhe politike. Festa është edhe më e veçantë pasi vjen pas një fitore shumë domethënëse për Partinë Socialiste, tha Ramon fjalën e tij.